Është një poezi nga libri im i dytë, po që sot mësohet nga fëmijët. To s'ke geg. Po. Mësohet nga fëmijët në Kosovë se është në librin e leximit të klasave të treta. Edhe unë e cilësoj si një prej sukseseve më të mëdha të mijat. Dikush me të njoftë është, po kur lexohet diçka që ti ke lënë mbrapa, besoj që është një sukses shumë i madh. Ajo fotografia tjetër, aty është kur jam pranu në lidhjen e shkrimtarëve të Kosovës, ka qenë një privilegj shumë i madh për mu. Ditë e veçantë, edhe e kam zgjedhur për këtë arsye. Fotografia e katërt aty, që është në hollin e bibliotekës kombëtare, edhe unë e kam shiju pak, e kam ndru gazetarin si profesion. Apo? Po, për shkak të problemeve shëndetësore, nuk kam qenë shumë e gatshme aja arri me ja dalë dhe e kam ndru. Kam studiu psikologjin. Po mu dha mundësia me një emision letrar, me një prej televizioneve, edhe aty jam nxirimet njënit prej emisioneve. Për letërsin? Po, për letërsin. Vazhdon ta bësh këtë punë, apo ka qenë e përkohshme? Jo, tash jo. Tash jo. Mirë? Ata dy fëmijët aty janë fëmijët e mi. Përballë krejt këtyne sfidave, ku fillimisht me një vend që nuk dihet shumë për një lloj smundje, ose se tash është shumë ndryshe, pavarësisht kanë kalu 23-4 vjet, po tash jemi shumë rrjedhat këtyne ngjanave, edhe pse po ndodhin shpesh, edhe pse ka njohuri ma shumë. Në atë kohë merrsha mendim prej çdo njanit, edhe për shembull ai mendimi se një ditë ka me qenë non, për një kohë nuk ka ekzistu. Se shoqëri mundet me të pengu këtë proces, ose fillimisht kur... Frika që mundet edhe fëmijëve t'ju bartet e njëjta. Po ja që fëmijët janë mirë, nuk e kanë, sepse as unë vetë nuk e kam pas trashëguese, edhe këta deri tash janë mirë. Edhe kjo fotografia e fundit, që mos me u zgjat shumë, është tash para një muaji, me 25 tetor. Unë kam qenë fituese e festivalit parë të poezisë në Tiranë. Fituese? Po. E ke marrë çmimin e parë? Po. E meriton një duart rokitje? Faleminderit. Në çfarë poezie? Një poezi paka shumë më hermetike se zakonisht që shkruaj unë, se po që do është i fati, a nuk e di, e kisha shkruajt... E kemi vete poezin? Jo. Nuk e ke, se do doja të ta lexoja, po ja që na pas ka i këtë detaj. Shkruajt atë poezi enkas për festivalin e poeteshave në Vushtre. Por me këto e-mailet, me këto gjonat, nuk arriti poezia. Edhe pak ne me sheqer reagojmë letë. është një dozë nervozës që nuk dënë me e pas, po ndikohesht minuta dhe pas 5 minutave pash publikimin e shpalljen për festivalin Tiranë. Edhe nuk shikova shumë, veç e dërgova poezin, njëjtën, që e kisha Fati ka planifiku. qenë ashtu? Nuk presja, me të drejt asë në mesin e ngusht, edhe pse kisha shumë dëshirë me shku, se ka qenë festivali i parë, do me thonë, nuk ka pas Tirana festival t'il. U përzgjedha, po shkova pa asë një pikë pritshmërie, po dashti Zoti edhe më mora çmimin e parë. Pak e habitshme. Faleminderit shumë.